Kështu duket Parku Olimpik në Tiranë në pritje të organizimit mbyllës të fushatës elektorale të Partisë Socialiste në orën 19:30. Me flamuj kuqezi dhe yjet me simbolikën e Bashkimit Evropian, kryesocialisti Edi Rama pritet të përcjellë sot mesazhin e fundit qytetarëve shqiptar në kërkim të një mandati të katërt me pretendimin se Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa më herët rikujtoi edhe një herë votuesit e diasporës. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit, për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Sipas Ramës, vota në këtë zgjedhje do të përcaktoj fatin e vendit në vitet e ardhshme. Jeni në kushtet kur për herë të parë në histori mund votoni drejt për drejt nga jashtë kufive, por në ditën kohë keni edhe shansin historik të merrni pjesë në një palë zgjedhje që janë më shumë se sa zgjedhje për partitë, janë më shumë se sa zgjedhje për kush do të qeverisë e kush do të qëndrojë në opozitë, janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria 2030, për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe do të mbyll negociatat me Bashkimin Evropian 2027, janë zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re vendimmarrëse dhe një frymë të fortë Bashkimi Evropian vetë Shqipërisë. Një ditë më parë, kreu i Selisë Roz shprehu bindje nga Vlora se Partia Socialiste synon fitoren me 78 mandate të mundshme.